Këtu kanë oda, këto hamari që kanë për tokë, familjes, këtu kanë hyrja të mysafirëve në orë. Dhe më hanë të tyri kanë hyrë në mysafirëve. Këtu kanë hyrja kryesore. Ma pjesën atje, të në tuvat, ato është ndër të kuvat, kanë aqë në aqë. Tu ka qenë fura vukës, që kanë gatu këto. Tu kanë kulla ku instalohu në hoxha, në haki fisën të. Po shifët ashtu ka njësë me ndërtu. Këtu për 5 vishë rrështë dhe më hanë të usë të hua ka dërsa udba i karonë fia, që edhe kanë zonë atërë, në vitë gjështë kanë pasë pjestarë policisë, që kanë rrëtu këtë shpia dhe kanë martu. Falë Zotit, po fillon edhe ndërtimi i këtij memorialit për komandantin e luftës këtyne trojeve, Mullaj Idris Gjilani, i cili ishte i strehuar në këtë kull për 5 vite e gjysmë, të cilën kanë strehu familja Sadiku, ka strehu fshati Gjyryshevc. Tu strehuar figura e madhe e kombit shqiptar Mullaj Idris Gjilani në Kishfi, familja Sadiku e cila ka strehu për 5 vite rresht, derisa i kanë rënë në gjurmë udhbashkat e TT-së ish Jugosllavisë, atëherë që deri me 26 nëntor 1949 që e kanë marrë dhe e kanë gjë kurse gjallë vetëm se e ka dashur Shqipërinë etnike. Është një memorial i cili po besoj ka me na i rikthy të gjithë atë kujtesën tonë, atë sakrificë që është bën këto troje, për atë luftë të lavdishme që kanë bën ky popull, këta njerëz, për shlirimin e këtyne trojeve dhe bashkimin me trojët e gjithë mbarshme shqiptare. Mundu sa të pak me nxjerr atë sa kom pas mundësi për me qitë ndi për me bën vepër këtë familje Sadikën në shaj respekti për ta. I falenderoj edhe institucionet të cilat kanë të kryejnë një punë mjaft madhe lidhur me heroin e kombit tonë Mullaj Idris Gjilani dhe familjes Sadiku.